Pas disa vitesh ndarje nga Fatma, Alfio më në fund ka bërë publike historinë e re të dashurisë. Partnerja e kuzhinierit të famshëm është bjondja që her pas here është shfaqur krah tij. Bëhet fjalë për Joana Gjonajin, një inxhiniere dhe sipërmarrëse aktive që në qarqet sociale të Tiranës është mjaft e njohur. Lidhja mes çiftit duket se është në ditë konsolidimi. Tashmë dhe dyshja është gati që të dalë edhe publikisht. Kujtojmë se pas ndarjes nga Fatma me Tasani, kjo është historia e parë që bëhet publike nga Alfio. Më herët, kuzhinieri ka folur edhe publikisht për shkaqet që quan drejt ndarjes. Alfio tha se vjen momenti kur e kupton se marrëdhënia i ka ardhur fundi, ndërsa shtoi se të vjen keq kur ndahesh, por nuk mund të kthehesh pas. Ai gjithashtu tha se beson te shprehja "supa po ufto, nuk hahet më", duke konfirmuar kështu se nuk do të ketë më rikthim me nënën e djalit të tij. Pavarësisht gjërave që kanë ndodhur, unë kam kaluar ditët më të bukura të jetës time. Pak rëndësi ka kushiku. Vjen një moment kur thua, "Okej, do ndahem me këtë person." Ja shpreh familjes, shoqërisë dhe vjen një moment kur realisht ndahesh, ndihesh keq, por nuk rikthehesh, nuk ka shanse të kthehesh, por nuk ka lidhje me egoizmin. Unë besoj të ajo shpreha, "supa po ufto, ngrohe sa të duash, nuk hahet më." Tani e kam kaluar, tha Alfio, ndërsa shtoi se dashuria e madhe nuk harrohet duke e lidhur me dikë tjetër, por duke i dhënë kohë vetes.